prindrit në të kaluar një kom prindër që kanë qenë shumë prezant në jetën e fëmijëve. Po lana jote kështu po bën, po babajet po më thotë kështu, apo po vjehra, po ose kështu tema që jo të pash që kish shujt me dikë, tema të cilat nuk duhet me ndi fëmijët janë ose temat financiare, po janë disa gjëra të cilat në të vërtet duhesh me i diskutu me gruan tënde, me burrin tënd. Edhe para fëmijëve, ata duhen me ditë se si është territori. Fidan Nuhiu është defektolog, kandidat për PhD, është specializant për psikoterapi trupore dhe analizë funksionale. Mirë se erdhe, Fidan. Faleminderit për ftesën, mirë se gjithë. Kem të diskutu për këtë pjesën e prezantimit edhe të kësaj modestis për mu prezantu ti vish me emër me mbiemër, po unë të tregova që të na zakone, unë jo pse nuk kom qef, se unë e di që ti mas pari e njeri, e mandej vijin këto në titujt e tjerë. Po prap se prap të na u bon media një farë për mu të pakte, unë që ashtu jem të e po, një farë shabloni që veç thirr njerëz edhe me pas një emër një mbiemër e nuk po du me pas të njëjtin format. Deri tash kom pas, ke qenë edhe ti edhe një herë, edhe kryesisht të ftuarit i kom, në i pranojnë me ardhë, në i falenderoj të gjithë, cilët kam pas që ka me kontribu. Jo prej përvojave personale vetëm, po edhe prej backgroundit profesional. Kështu që unë nuk mujta pa ti prezentu këto që ti veç i ki. Faleminderit, ama mu më pëlqen që shma kalon emrin prindrit edhe për çfarë arsye du mu ndalë qatë. Okej, po besoj që prindrit se cili ka dëshirë me i po atë kontributin që ka ofru në rrugtimin e fëmijës drejt profesionalizmit. Maybe, po mendoj që nuk ma janë boz këto titujt. Po të kuptoj. Je kështu. Për atë arsye unë preferoj me u paraqit si Fidan, mirë. Po prapë se pra Fidani nuk kemi të ta e kemër në rregull. Po. Fidan, na do më thonë kemi vendos me folë sot për ndikimin e fëmijërisë hershme. Na e dim që sot se cili prej nesh është që është, jo për një arsye, po për shumë arsye, për shumë ndikime që i kemi pas. Qka ju në përditshmëri punoni me fëmijë, edhe do më thonë përveç këtij aspektit të literaturës e keni edhe bagazhin e juj të punës së përditshme, të cilën mundeni automatikisht me integru këto. Qka e bën Fidan qka që të rëndësishme, se na folim, prap kthejmë të fëmijëria hershme, qka e bën qka që të rëndësishme fëmijërinë e hershme? Fëmijëria hershme është pasamenti i gjithë zhvillimit tonë. Nda jena që ata 6 vjeqar, që ata 7 vjeqar, ndoshta më shumë pesh, po jena që ata 6 vjeqar. Kështu që neuroplasticiteti, si pas studimet Harvardit, që zhvillohet prej 0 deri në 6 vjeç, nuk zhvillohet as prej 6 deri në 7 vjeç. Kështu që është shumë e rëndësishme që fëmijëria, ajo pjesa, unë shpesh e thom qerdhja, është më e rëndësishme se fakulteti. Edhe pse ne në qerdhje i çojmë me lujt fëmijët edhe, hajtë se s'është problem. Është shumë e rëndësishme për shkak se që aty e krijon atë bazamentin e njohurive. Melanie Klein thotë që shpeshherë në analizë të rinjt që janë në psikanalizë, shohin një aftësi të çuditshme të fëmijët që e kanë një aftësi për të marrë mësime më shumë se sa të rriturit. Kështu që në të vërtetë fëmijët e marrin shablon, tamam e marrin ashtu siç është. E ki pa fëmijë që flasin anglisht prej telefonit. E kanë theksin, sigur me pas jetu në Angli, e kanë theksin shumë më të mirë se profesorët e gjuhës angleze, Shumë vërtet. Shpeshherë. Kështu që e merr tamam. Maria Montessori thotë është si sfungjeri fëmia, që thith gjithçka, edhe e thith tamam. Kështu që fëmijëria është shumë e rëndësishme, më e rëndësishme se sa ndoshta gjithë jeta pastaj. A mendon që shoqënia jonë, përmendoj si shqiptar, kudo që jemi, qoftë në Kosovë, Preshevë, Bujanoc, Maqedoni, Shqipëri, e jemi të vetëdijshëm, kemi qenë të paktën, se që tash jemi tu e diskutu dhe përderisa diskutohet, i kushtohet ndoshta rëndësi. Kemi qenë të vetëdijshëm për rëndësinë e kësaj?
Nuk e di për këtë çfarë të them. Mendoj që prindrit në të kaluar një kom prindër që kanë qenë shumë prezant në jetën e fëmijëve. Okej. Edhe kanë qenë më prezant se sot në jetën e fëmijëve tonë. Ne E ndoshta vërtet kena më pajtuar. shumë informacione se sa ata. Po. Ne kena informacione se që ka thënë filan teoricieni, filan psikologë, filan. Mirë po, na mungon ajo prezenca tamam të fëmijëve tonë, në jetën e fëmijëve tonë. Kështu që në të kaluarën pa asnjë nostalgji për të kaluarën. Po. Po Po janë disa detaje që normal prapë se kanë prapë. qenë shumë më shumë prezant në jetën e fëmijëve. Kur po thu Fidan prezent, po ma merr mendja që e ki fjalën për prezencë fizike, emocionale dhe përfshirje. Po. Freud thotë nuk është vëmendja që kërkon fëmia, është dashuria që i duhet fëmijës. Prezenca e prindit është tamam dashuri, se vëmendje mund t'jap edhe dadë. Okej. Mund t'japin edhe mësuesit në qerdhe, mund t'japin edhe... Mirë po ata shimin që e kërkon fëmia të shëndetshëm, e kërkon me prindit. Fëmia ka me gjetë Edipin edhe në komshi. Ka me gjetë edhe Elektrin edhe në komshi. Edhe në qerdhe, edhe ku do qoftë. Mirë po ajo e shëndetshme është me prindrit e tyre. Fidan e përmende kompleksin e Edipit edhe të Elektrës, që sipas Freudit normalisht që janë përmendoj komplekse që studentët e psikologjisë, po njëkohësisht edhe ju si defektolog, po dhe puna ju e përditshme ju bën me i pa këto detaje. Në psikoterapi. Në psikoterapi po. Edhe po kisha dosht për audiencën me jap një sqarim të shkurt, veç sa me pas parasysh pak a shumë çka është kompleksi e Edipit edhe i Elektrës sipas Freud në këtë fëmijërinë e hershme. Kompleksi e Edipit edhe Elektrës është një fazë zhvillimi që tek fëmijët zakonisht 3-6 vjeç kjo mosha delikate që është për fëmijët. Zhvillohet ajo lidhja e veçantë. Kompleksi e Edipit ndodhet tek djali që e krijon atë lidhjen e veçantë me nënën, ndërsa kompleksi i Elektrës tek vajza që e krijon atë lidhjen e veçantë me nënën. Me babin, falje, kundërta. E kundërta. Kështu që ajo lidhja e veçantë ka me ndodhur patjetër. Qoftë me babën, qoftë me komshin, qoftë me Po që është kryesisht Është seksuale, intime, po, që ka të bëjë seksuale, po. Zakonisht fëmijët preferojnë me flet mes nanës edhe babës këtë moshë. Edhe janë që fillojnë me kriju atë territorin e vet, nuk duhen me hyrë dikush ndërmjet. E ke pa për shembull plot prej fëmijëve që kanë harruar prej fëmirisë, mirë po asnjëherë nuk e harrojnë atë momentin e parë kur ka nana prej spitalit me fëmijën tjetër. Që e periudha që kur i është marrë territori, kur ka filluar me i hyrë dikush ndërmjet. Çet lidhjen me prindrit është shumë e rëndësishme me e zhvillu në mënyrë të natyrshme edhe afër prindërve. Për shkak se fëmijët prapë po them, siç ka thënë Freudi që prapë po e citoj Freudin, po them që fëmia nuk ka nevojë për vëmendje, ka nevojë për dashuri. Masi veç e citove Freudin, edhe përmendoj na i ka plusat e mëdhajt vet, po njëkohësisht minusat, tash normalisht që njerëz profesionistët kanë mendime ndryshe, po na ati mundi nuk mundemi mja humb në asnjë formë. Po kisha dosht bashkë mu kapt edhe të një thonje tjetër që Freudi thot nëse njerëzit për cilve njeriu duhet me ik, dhe më thonë mu largu, edhe me ik, janë prindërit. Qa i bën prindërit kaq delikat në raport? Dhe më thonë që të përderisa është fëmijëria hershme, çka që e rëndësishme. A janë që ata që po më krijohet, dhe më thonë për i kësaj, krijohet për shtypja që janë që ata që i krijojnë traumat, apo? Jo në kuptimin e keq, gjithsesi, se i kemi edhe anë të pozitive të kësaj. Për prindit vjen një kohë që ndoshta duhesh me e pas një shkputje. Mirë po të ekësh në kuptimin e fëmirisë, fëmia mund të tikën, po prindi nuk do tikën prej fëmisë. Okej. Është diçka që është natyrshme, është në kënd tonë, që nevoja e fëmijës për prindin. Se me që nise me Freudin, Po, them që çfarë dalim prej nuk di Freudit? ndonjë nevojë Okej. më të madhe në fëmijëri se sa nevoja për mbrojtjen e babës. Kështu që fëmia ka nevojë shumë për këtë herojnë, që ne shpesh herë mendojmë se
unë jam hero nëse i blej dhurata të shtrejta, nëse shkoj, jetoj jashtë për të, bëj për të, kthej për... është shumë e rëndësishme që ti jesh prezent në jetën e tij. Një psikiatër para pak ditëve dëgjova me një emision, ka folur me një paciente të vetën, i thoshte që baba jot është kujdesur, të ka ble këtë, të ka bë këtë, të ka shkolluar këtu, të ka bërë kështu dhurata, kështu. Ç'a të ka mungu? Kishte thonë, ka mungu baba. Kështu që prezenca e babës është shumë më e rëndësishme se sa prezenca e dhuratave ose gjërave të babës. Po më bën përshtypje dhe po më pëlqen që u përmend prezenca e babës konkretisht, se të shoshnia jonë normal, secili e ka rolin e vet. Po prap gjithmonë nana është ajo prezencë më e madhe dhe tendenca për me qenë prezente më shumë. Qysh duhet me qenë një babë prezent? Është baba i cili ja tregon rrugën, ja tregon vështirësitë, e mëson si të bëhet një burr, e mëson si të bëhet një... E ka shembullin e qartë përpara tij. Jungu për shembull thotë fëmia nuk i dëgjon këshillat, po e dëgjon e sheh aktivitetin tënd, sheh veprimin tënd, e ndjek rrugën tënde. Okay. Kështu që për të vepruar se ti duhet ta ndjek rrugën tënde, duhet të jetë prezant. Të di ku të shkojë kur ka një gjë, kur ka një vështirësi, kur ka një hall, ta di te kush të shkojë, ta di ta ketë një shembull të mirë në jetën e tij. Okej. Se kur mungon prezenca e tij, kur mungon ai heroi. Ti mund ta kesh heroin, po heroin kur e ke larg e nuk e ke prezant në jetën tënde, kjo i bën pastaj ato marifetet ma të pazhvillume. Do me thonë, po i bjen që duhet baba me qenë prezent të mësu, të i verbalizu që ato mësime, të i tregu, po njëkohësisht po i bjen që me marrë me veti në aktivitetet e veta, edhe mu ullë, me qëndru me ta, Me kalu kohë. Me kalu kohë, okej. Se shumë herë, unë kur flas edhe me studenta ose me... Kur flasun për prindërit, them babës X po i mshoj. Zakonshëm baballarët nuk janë prezent shumë në jetën e fëmijëve tani. Okej, për çfarë edhe u ka pa pikërisht për këto. Po vjen keq që e them këtë. Po kjo është e vërteta që shumë nuk janë shumë prezent në jetën e fëmijëve. Edhe anamnezë kur ti marrësh prindërve për shembull, për fëmin zakonshëm do vjen me këshill veçanë. Kur ta shihsh babën, nuk di. Kur po thotë? Kur ka nistece, cilin muj. Kur ka nistece, për shkak se nuk ka qenë shumë prezent në jetën e fëmijës. Pavarësisht se ai ndoshta ka po, ka mësuar me hez. Mirë, po nuk është që ka përjetu bashkë me të. Që tash është mujin e 12, tash është mujin e 13, tash është mujin e 17. Kur ti thosh për shembull prindërve çfarë moshë ka, dive 2 vjet e gjys. E nona me muje me ditë. 26 muje, 7 ditë e 12 orë. Okej, jenë edhe aplikacionet. Okej, Fidan, kur bisedum dje, më ka bu shumë përshtypje një detaj, kur e diskutum temen, edhe ti tha, ke fjala që me përfshi në këtë epizod, do me thonë pjesën e grindjeve të prindërve. Edhe ti tha, po, ta duhet mu grind para fëmisë, edhe që zakonshëm thena gjithmonë, sidomos të pjesa medjave, është a idea që të fëmija, sidomos për i profesionistëve cilë të punojnë konkretisht me fëmijë, prindëri duhet me qenë ai verzioni ideal, që komunikojnë qetë, që janë gjithmonë të lumtur, që na dim që s'është, gjithmonë gjashtu. Edhe, a mund të shto pak me sqaru? Po, nuk po flasën, kur them duhet mu grind, nuk po them për shembull duhet mu grind në tema të cilat janë po lana jote kështu po bën, po babaja po më thotë kështu, apo po vjehra, po ose kështu tema që jo të pash që kish shujt me dikë, tema të cilat nuk duhet me ndi fëmijët janë, ose temat financiare, po janë disa gjëra të cilat në të vërtetë duhesh me i diskutu me gruan tënde, me burrin tënd. Edhe para fëmijëve, ata duhen me ditë se si është territori, çka kërkon baba, çka kërkon nëna. Thjesht mos me mendu një jetë pacifiste, një jetë që gjithçka është qetë, pavarësisht se çka i ndodh në jetë, ai është i qetë, ai s'ndodh asgjë me të. Janë disa tema që duhen të diskutohen veç në dhomën e fjetjes. Patjetër. Mirë po, ka shumë prej temave që duhen të diskutohen edhe para fëmijëve.
thjesht me e pa fëmijët, jo duhet, po nuk është problem u diskutu para fëmijëve, edhe fëmijët duhen me pa Okej. që jo gjithmonë, që baba është pak më temperament, që shtojmë ne, më nervoz, nana është më e butë, baba është ai cili ndonjëherë kërkon më shumë, nana është ai kanjëherë që plotson më shumë, e kështu gjëra. Cilla thjesht me njoh karakteret e fëmijëve, të prindërve. Dhe jo Okej. gjithmonë me buzëqesh, edhe pastaj kur shkojnë fëmijët, ne do e diskutojmë këtë. Kur shkojnë fëmijët, jo. Janë disa gjëra të cilat në të vërtetë duhet me i pa fëmijët që ndodhin mes prindërve. Nuk po flas, mos të keq kuptoj njerëzit që Okej. po them për tema të cilat janë që Ti po mendon kur kanë mendime fëmirin ndryshe. atij. Kur Po, kanë mendime ndryshe, Perfekt. Kur kanë mendime ndryshe, me patjetër, është shumë e mirë me po edhe para fëmijëve, me e ditë edhe fëmijët që ndodh edhe mes prindërve të me ndonjëherë ndonjë keq kuptim, ndonjë kështu. Tash këto mendimet ndryshe, do më thonë po, fëmija po informohet me karakteret. Pe din që njëri prind është pak më nervoz, ky Dhe tjetri jo është vetëm, më i po qetë. thjesht me jetu një jetë natyrshme. Në jetë natyrë. Tamam çysh është, jo me u gënjy vazhdimisht, mos me kuptu që ka njerëzit mendime të ndryshme, ose prindërit. Me kuptu që s'jemi krejt njëjtë, që edhe kur del prej shtëpisë ki me pas një shok, Absolutisht. Po. një shoqe që s'ka me mendu të njëjtë si ti. Po, normalisht nuk është që mu përsëri mëngjes e mbrëmje. E qartë. Mirë po. Mos me mu pa marrë si diçka- natyrshëm jetën e prindërve. Fidan, kthehem për pak, po vazhdoj me një blok marketingu. Fidan, folëm pak për grindjet. Do më thonë, grindjet në kuptimin e mendimeve ndryshe, që na, automatikisht, kur e kemi një mendim ndryshe, kryet një farë konflikti, se ti thu, jo, mëse le që tavolin qëtu, ai tjetri thot, jo, mu po m'pëlqen qëtu, edhe në i fëmija është i po qëtu situata si shumë normale. Po, tash, ka momente përveç qëtëne, që qëto s'po lidhen me fëmin, po ka gjana që të prindërit lidhen me fëmin, edhe për shembull, njëri prind mundet me qenë ma strikt. Fëmija është të kërku për shembull një lodër, ma të shtrajt, edhe tash kjo shtrajt varion prej se cilit prind. Për dikon shtrajt mundet më kun 5 euro, për dikon 10, për dikon 100, 200, më varet në njeri që funksionon jetën e vetë përditshme. Edhe tash, prindi tjetër do në më kun prind strikt, edhe thot jo, i ke ble edhe mo nuk ka me ble. Prindi, këtë nana, shembull për marë, baba mundet me qenë ma strikt, edhe nana më thonë, jo për hajtë se pja blejmë, qka po mendon, se na i kemi stilet e prindërimit, në i qëmë psikologikisht të përsaktune, po prap se prap është, do më thonë,
unë mendoj, edhe puna e përditshme më bën me kuptu, po njëkohësisht edhe roli jam si non më bën me pa përdit, që s'mundet njeriu me dal, me thonë, unë po du me apliku që stil të prindërimit, se s'un delti prej karakterit që ti e ki. Unë qysh do mu konë, unë nuk muj me pas një stil prindërimi autoritativ, se nuk lidhet kërkun me mu. Edhe jam pajtu me që ato. Jam liru psikisht kur jam pajtu me qëta. Dhe më thë nuk kom tentu me bo diqka që unë nuk jam. Qa pa me ndonë ti? Qysh peshet ti qëta? Kontradiktat mes prindërve zakonshëm nuk janë të mira, se fillon fëmia pastaj me u bo konfuz, është e mirë ose jo. Për shembull, nana nuk don me i dhon shpesh herë nanat, nuk dojnë me i dhon gjëra të ëmbla, kullore, kështu gjëra. Edhe fëmia fillon me qajt baba. Okej, jamar. Kjo krijon një konfuzitet, nuk e din se cila është e sakta, dhe mendon që është e mira kullora, se baba po ma vlen, nuk është që është e dëmshme. Po nana po më thot jo, thjesht se ju ka tek me thonë jo. Me kuptu që të prindërve urdhrat, privimet janë të tëre, edhe herë do kur kemi kuptu që janë të shëndetshme, mirë po janë të një fjale, jo me kriju konfuzitet. I thot jo nëna, i thot jo edhe baba, edhe pastaj nuk ka me pas problem fëmija mes të kush me bo kërkesat, se kur janë qëto dilema, pastaj fëmijët fillojnë me mendu që gjithë shka që une kam dëshirë unë e meritoj. Edhe gjithë shka që une kam dëshirë është e mirë. Jo, prindi, kur i thot jo për diçka, me dojë mos nuk është e mira për të. Edhe i thuet jo. Po këto dilemat mes prindërve, sidomos dilemat në vete, në prindrim, janë shpesh herë që i bëjnë prindërit me i bo dhuratat shtrenjta fëmijëve. Edhe janë dilemat cilat, unë i them shpesh, mos keni dilema në prindrimin tuj. Se në momentin që ti ki dilem, prap fëmijën e bën konfuz. Edhe ti, për me plotësua dilemën tënde, shko një bleni dhuratë shtrejt. Për shembull, fëmija 3 vjeç, 300 euro dhuratë, mendoj që është jo e mirë. Përveç që është jo e mirë, mendoj që është e pa arsyeshme për prindit. Edhe pastaj fëmija nuk mendon se qysh me arrit diçka, po thjesht qysh se i meriton gjitha. Ne e ke pa edhe banesa dhe punën që e bëjmë edhe për fëmijën tim, fëmija ende s'ka lindur, kjo ja blen shtëpinë e re. Sikur na jena të rrit fëmijë dembela që veç kanë me kërku. Sikur në YouTube, klikon, i del pamja që dojnë me pa, edhe ç'është fëmijë. Sikur rrin, ulen edhe çka dojnë me kërku. Unë shpesh herë shoh fëmijë me cilët punojnë nëpër shkolla, e shoh që prindrit pikë pavarësie nuk japin fëmijëve. Edhe fëmijët i mësohen me bë urdhra, me dhënë urdhra. Uj, buk, kaq, edhe e njëra di plotësohet. Pastaj kanë probleme, jo nuk porrin fëmija në shkollë. E sheti fëmija, vjen prindi thot, po ankohet fëmija 7 vjeç për një mësuese 30 vjeç përvoj, që po e ngrit zërin. Edhe ç'a të bëjë mësuesja ta ndryshojë stilin e mësuesrisë së saj për shkak të fëmijës tënd, po ndra mësuesën nëse ty s'po të pëlqen, po fillimisht ajo është të manipulu, nuk e kuptojnë prindërit, mendojnë që fëmijët e vet, unë e njoh fëmijën tim, ky më kallzon drejtën mu, ky me mua është i sinqert. Në momentin që dëgjoj një prind që thotë që shtu, ne kuptoj që është i manipulueshëm ai prind. Manipulimi i parë që ka ndodhur tek ky është me e bind fëmijët që ja kallzon drejtën aty. Shumë, dyqysh e di këtë konceptin që fëmija për një mam arrin me manipulu, po dyqysh me thonë për fëmin manipulon në 7 vjeç. Aty në pëmdoj pak. Gjithë jetën lufton ai për më të manipulu. Okej. Gjithë jetën. Ai kur të rritet më pastaj s'ka nevojë më të manipulu, kur të mbati. Po, kështu gjatë gjithë fëmijërisë. Sa jeti kujdestar, do më thonë që mirësh je. Po, edhe për shembull ka ndodhur rast që fëmijët adoleshentët janë rrafur edhe tash
Njëri prej tyre ka qenë ai i cili e ka nxitur këtë. Edhe e thërën prindin, jo, fëmija im nuk është e vërtet që ka bërë këtë, fol këtë gramatik. Thash, po Allah, thash, po ku je konë ti kur ka ndodhë kjo? Largë dhe konë me një qytet tjetër. Thash, po na jemi e konë këtu. Edhe i bindëre, po fëmija im nuk më gënjen mua, fëmija im... Okej, nuk të gënjen, është çështja jote, pendon. Edhe kom taku mas një 2 vjetëve, aje kishte mbaruve shkollën fillore dhe të kishte dalë në të mesmen edhe tha, atëherë, unë e pa ta boj, baba jem ishke i bindër, u talke, qysh, baba jem ishke i bindër, ato që e kom fonon. Ama prindrit, jetë mendoj kështu, unë më ka ndodhur rast edhe me fëmijë shumë të vegjël, për shumë 5-6 vjeç edhe më ka shkryt prindi, jam interesu për me sjellë në shkollë vere fëmijën edhe a është, po e këmë thonë, mund është me sjellë ka vendet lira, në rregull veç të konsultoj me djalin. Thash, sa vjetë është djali? 5 vjeç. Si të konsultosh e njëri? Po me pyet, për shembull, apo dënë me shku? Po nëse ti e sheftar, njerëzit vendosin se qysh me usill me ta, mirë po fëmija nuk është, nuk dënë me shku në qerdhe. Po. Dhe për qerdhe. Okej. Unë e shoh shpesh që prindrit edhe krenohen me këtë, kur thoje jo, kur thoje po. Që më sheko 4 vjeç. Kjo është pak, e shef që kanë shumë dilema të vetja vetë prindrit, edhe pastaj mendojnë që nëse jam ashtu prindi i but, nëse jam ashtu prindi që kjo ideja që emocionalisht mos të lëndohet fëmija em, edhe bëjnë fëmijë që kur të rritet, për shembull 18 vjeç, ti nuk guxon me lëshu me shku në një qytet tjetër për shkak se edhe i thuaj, të lutem, në zebra kaloj rrugën, 18 vjeç. Mos kalon të kuqën në semafor. I bi në klasën e 7-8 në shkollë. E kështu gjëra. Po. E kontradiktat e prindërve, qysh mi menaxhu prindi? Do me thonë, kjo kontradiktat jenë mes atyne dyve. Tash, nëse qysh me ra ata nuk i di, me kuptu që, hej, në më thonë ta gjejmë një mes, se ka raste kur prindërit nuk e gjejnë që të mesin. Më thonë, a i thot, ti jetu e të pru me liri, ky tjetri thot, ti jetu e të pru me shtrëngim. E kanë mënyrën e vetë se që komunikojnë ata për me ranu i di. Mirë, po ata duhen me vendos me ranu i di. Ata fillimisht duhen me marrë iniciativë për me ranu i di. Pa marrë iniciativë për me ranu i di, ata nuk mund të binë i di. E nëse nuk e gjejnë që të rrugën. Për mëndoj së është, ka njëherë, tash unë e po foli prej realiteteve që ndodhin shpesh. Edhe tash që kjo automatikisht ndikon të fëmija. Fëmija po është ajo viktima në thojza. Gjithmonë është viktima. Po. Absolutisht edhe nëse keni biznes, edhe 2 persona që e kanë bashkë biznesin, 2 ortakë, nuk merren vesh, kam konë biznesi viktim. Mos të flasim për njerëzit për një qenje. Kuptohet që fëmija ka me qenë gjithmonë viktim e këtyre konflikteve, këtyre problemeve. Mira ma, një gjë që është e pashëndetshme, duhet me vendosë të dy të bashkë, kjo është e pashëndetshme dhe nuk kena mi adhanë këtë gjë që është e pashëndetshme. Okej. Në ushqy, ose kena me vendosë që... Po tash, unë e shoh që dhe njerë një me nuk mujtën me ra, nuk i di se e futi një person të treti, cili është absolutisht jo profesional. Unë e shoh prindrit, mos i poth një fëmijt, unë e zdu mua, poth kërkush fëmijt tem, edhe kështu del, edhe i thu, ku e në tite për këto kushtë tha? Një influencer në TikTok. Pas të e popret rezultatet, influencer, Allah. I TikToku që s'ka pas që atë bëjë, dikush me që ka kopë që të kamerë një mikrofon edhe u tolë me folë. Me fjallë bukura, me fjallë të kota, absolutisht nuk kanë asë një vlerë. Ishtë, sidomos për prindrimi, shpesh herë këto për fëmirin, që unë nuk dua që fëmija jem të fletë kështu, unë nuk dua që fëmija jem të ushqehet, me ushqime, gjana cilat s'po di ç'është me thonë. Thjesht ushqimet i kena bo fëmijët me u kujdes edhe për kur do të thotë për gjithçka, më obsesiv.
Edhe mos e Çto ke këtë, shtu e mos e mentu? bëj këtë, mos e bëj këtë, mos e bëj këtë, nuk e din a ka emrin Fidana, a ka emrin Mos, a din. Mos. Do më thonë, po mendon që edhe unë mendoj të njëjtën, se po më duket që fëmia mulon i lirë në kuptimin e funksionimit. Për shembull, për marr një shembull të përditshëm që nanat që munden me qenë ashta vetë tipa pak ma obsesiv dhe në pastërti, po flas. Fëmia del në rrugë dhe nuk lihet as me prek kërkun me idenë që po zhlyhesh. Po. Ose e sheni, do më thoni pjetë ku po bjen shi edhe u bo me dhej, u përzi, u bo një farë si lloç aty, nuk duhet me prek, a din se po zhlyhesh. E mandi qëto automatikisht ndikojnë në zhvillimin, në zhvillimin e tij, edhe pse janë sene shumë të vogla, por realisht leje fëmin të lirë, le të funksionon, le të zhlyhet, le të... Po, që kjo edhe fëmin, Piaget ka thënë, puna e fëmijës është loja. Unë e shpesh e thëmë, po pret një fëmijët me mu shjallëkëri që ati. Ai nuk dina la me ledzu. Thjesht lëre të lirë. Lëre të lirë. Fëmija 0 deri në 6 vjeç, 7 vjeç. Lëre të lirë. Nuk po thëmë, mos me kushtu dashurie, mos më kom prezent. Gjithsesi. Mirë po, me elon të lirë. Ati që, për shembull, në shkollën unë ku punoj, edhe me çerdhët që bashkëpunojmë, në ato çerdhë është e ndaluar të mësojnë shkronjat fëmijëve. Okej. Se fëmija, kur fillon klasën e parë, prej klasës parë, fillon shkronjat. E ke pasot, nuk i duket shumë interesant klasa e parë. Fëmijëve. Prindërve po, prindërit i blejnë ashtu lule gjata, piqu mësuesës, nuk konë interesant, e qesin vazhdimisht urime dita e parë e shkollës, gjana cilat, ama fëmijëve nuk i duket interesant. Se i kanë të i kalu, I ka të i kalu, por realisht Fidan edhe të në Kosovë është të ndalu në mi mësu përmënej me plan program të ministrisë, duhet mi, dhe me thonë, shkronjat nuk mësohen, po është mësimi përmes lojës, por realisht nuk aplikohet shumë, sidomos në kryesisht fëmijët. Mësim përmes lojës është okej, se kjo është loja. Po veç bohet në përkopshte. Po. Adin, përmënej, mësohen shkronjat. Ama më mësu shkronjat, jo. Pastaj... Ata thojnë pinjohim, pa ajo, që ajo është kur ti ulesh edhe plotëson i fletë. Po, ma dhe njohin shpesher për i telefonit. Prendrit sa të dhërin telefon shumë, fëmijët, po dhe prendrit. Po pa najtë prindi nuk rrim fëmija. Kur shkon klasë të para, i dinë mish... Më pëlqen një shok, thoj kjo për fëmina vetë, thoj kjo një vi kur e bëm, a i knaqen. E boni një vi, wow, këshiret që këmë bu ajën, këshiret që këmë... Ma fëmija nëse nuk i vjen interesant, nëse i ka t'i kalu ato, pastaj nuk... Klasa parë është shumë e rëndësishme për shkollën, për komplet shkollimin e fëmijës. Qysh nisë që ajo? Që aty nisë, po, pikërisht, që aty nisë ai mënyra se qysh ti keme mësu, ajo disiplina qysh keme ndejt në vend, ajo disiplina se qysh keme u knaq me mësimet e reja. Ty nëse fillimin e kime gjanë atleta, atë duket sikur pa lidhje këto, pa lidhje. Pastaj klasën e 2, klasën e 3, e ki shumë të vështirë me rikthyer disiplinën, se disiplina prej start nisë, prej fillim. Fidan, mënyra që jemi të e folë fëmirinë e hershme, qëtash, me idenë që dhe më thonë fëmija mulon i lirë, me funksionu, po, sot qëta influencerat, dhe më thonë përfshi dhe nanat influencere që janë qoftë na, qoftë huja, fokusi është, të më thonë gjithmonë mu fokusu në metoda, si për shembull të Maria Montessori që e përmende ma herët, që e me blek kupza, kocka, të më thonë të materialeve specifike, edhe libra. Tash një non, e cila jeton në një zonë pak ma rurale, edhe e cila nuk i ka ndoshta mundet mos me pas qasje të qëto mundësi, ose të qaje luga bambu, ose të pjata, ose... tash, ku jemi, për me pas fëmija një fëmirit të lumtur, të mirë, a duhemi me pas materialisht diçka? Me këto lugat bambu, me kështu gjërat të shëndetshme, me druri, kështu... Po. Këto nuk është që pa tjetër e bëjë fëmijën e lumtur e bën kur e ka një dele afër, dhe e prek këta. Një qka? Një dele, një keq, okay, po. E ushqen atë, mësohet më kujdes për to, lun me to.
Po. Jeta e okay. fshatit a disa e mirë është për fëmijën. Se Qëtash jemi tu e po, më duket. Jemi tu e kuptu. Po. Po, se edhe qerdhe tash, edhe nëse nuk ka kop, nëse nuk ka obor qerdhja nuk du me quna qerdhe. Se ka nevoj mu të gëzu fëmija me bo groundin, me tokën, me lujt me kujdes për një lule, kujdes për një kafsh, me prek një kafsh, me prek një... E jo me mësu shkronja. Jo me mësu shkronja, po edhe jo pa tjetër me ashtu me i bo obsesiv, me këshu luget i duhet të hash, me këshu pjate duhet të shqesh. Si gjela. Për shumë më kanë, a disa shpesh më mira, jo sa shpesh, pa, kam pas disa raste për zotin që kanë ardhur, Po. prindrit i kanë bë fëmijët me ankth. Mos e ushqe këto, mos ha këto. Edhe pastaj fëmija ka hangër. Mos e ka hangër, ka fillu me... U shqetësu, pse. Po, pse ka bë. Po. Fidan, na sot, nëse ki ujnë aty mund është me qitë në gotë, nëse ki ofër. Se kom. Nashtë. E përmendëm divorcin, dhe më thonë, na kur bisedum paraprakisht, e diskutum si pik në ashta që ja kish vletu e ditë rritjen e numrit të divorceve. Edhe që kanë herë dhe psikologët, përmendoj nuk e ditë ti qysh me ndonë, masi e përmendëm ma herë që tha, unë nuk po hi shumë se nuk jem psikolog të këto temat e Freudit e këtu. Po njerëz sot mendojnë që, më thonë, po shkove të psikologu po ndryshon dikush, që po sillet ma keq me burrin ose me gruan, po sillet ma keq me vendin e punës, ose me këndo që ai ose ajo ka kontakt. Po kjo është gjithmona ideja që po vendosen kufit edhe mandej normal që bosh i keq, se nuk je i shkrin në para të gjithëve. Te divorci, qysh ndikon te fëmia? Qysh me ndonë ti? Më thonë se për para, kanë thonë, po rri për fmit gratë. Sot, thuhet, ndohuni, mundo, ma mirë, se me jetu fëmija në një ambient toksik. Tash ku jemi me qëta? Një psikiatër e dëgjova një ditë bisedova, tregova dhe ty, doktor Mumini, tha, si pas literaturës psikiatrike, 98% e pasojave të divorcit i bartin pasardhësit, që jenë fmit. Tash ku jemi? Përmëndoj, ku më pozicionu? A me najtë në një martes e cila është vazhdimisht me problematika, vazhdimisht me grindje, jo ato grindje që ti i tha, që jenë të shëndetshme, apo fmit mi pas 2 shtëpi të ndara? Fëmija shumicën e herave, gjithmonë me përjashtimet vogla ka me bart pasojat. Okay. Për shkak se është ndika që ata. Sikur thash edhe më herët, 2 ortak kur e kanë një biznes, po. Prishin ortakët e pëson biznesi. Okay. Mos flasim kur kemi të bëjmë me një fëmijë, okay. me një qenje. Mirë po, divorcet asnjëherë nuk mund të thosh që janë të mira, asnjëherë nuk janë të mira. Mund të jenë ndonjëherë të rrallë për jashtë, do me thonë, mund ndonjëherë të rrallë të jenë e keqja më e vogël. Mira, ma asnjëherë nuk mund të thosh që janë të mira. Qysh ndikon të fëmijët, me fëmijët e prindërve të divorcum, mendoj që prindrit duan shumë me pas parasysh këtë pjesë që qysh mi u qas fëmijës kur janë të divorcum. Ne e kemi një farë kulture që ne kur fillojmë mos flasim, nuk ndalojmë të flasim për njëri tjetrin. Kena ndalë me folë, as për njëri tjetrin s'kena nevojë me folë. Prindrit po mendon. Po pra, dëmin më të madh që ja bojnë fëmijës kur i fol keq për nënën, do të dëm i bën fëmijës, asgjë si bën asaj. Ajo prapë jeton e lumtur, ajo prapë din që s'ka mendjen të mirë për ty. Edhe ty e din që s'ka mendjen të mirë ajo për ty. Është fëmijë dëmton. Kum pas raste që e kanë tregu si fëmijë këtë, do me thonë fëmijë të prindërve të divorcum, se i ka pengu shumë edhe ma kanë dëmtu shumë fëmijë rinj kur kanë folur keq për prindin tem, pavarësisht se nuk kam jetu me të edhe si jam përshtatur. Nuk e di pse nuk zgjedhin njerëzit fjalë të mira. Ka ndodhur ndarja më vjen shumë keq, ka ndodhur kjo, po me zgjedhë fjalë të mira, me fëmijën tonë më thon. Na shumë jena dashur me njëri tjetrin kur të kena voti. Pastaj ndodhi që s'na shkoj. Ndodhi, atë. Mirë po,
Ja nisë më njoft. Po, jo më njoft, thjesht s'na shkoj. Okay. Janë dy gjëra shumë të mira që nuk shkojnë me njëri tjetrin. Unë mundet këtu. Absolutisht. Pajtohem kështu. Atë, për shembull, edhe me vetura, dy vetura shumë të mira, po janë firma tjera, pjesë të njëri tjetrit nuk i bëjnë. Po. Kështu që munden dy persona më konë shumë të mira dhe mos me shku me gjithë. Pra, ajo, nana, edhe ai baba, për atë fëmijë ka me qenë perfekt. Perfekt. Ka mundu më konë i maj mira. Tash për ty, si partner, mundu të mos me qenë në i mirë i mund shumë. Po, Ti tha Fidan, pasojat gjithçysh i bartë fëmia të divorcit. Gjithçysh, okay? Po pajtona se çashtu është tash. Po prap nëse çata prind qëndrojnë në qatë martes, prap ka pasoja pi bjen. Në fëmijët po them që është e keqja më e vogël. Të dyjat janë. Se ndonjëherë po them që është e keqja më e vogël se ndonjëherë fëmia ça shef aty. Tek prindrit e vet, te ato diskutimet shumë toksike që janë, që nuk përshtaten vazhdimisht, që përlahen, që normalisht që fëmijët dëmtojnë shumë. Për shembull, mua më ka ndodhur me raste të cilët kanë qenë shumë problematik fëmijët edhe kur më tregojnë se si ka ndodhur. Do të thotë se çfarë po përjetojnë në shtëpi. Dihet automatikisht sjellja reflektohet apo? Po them unë të shakon se kjo më keq do isha. Dhe është e shet që prej ku po buran. Shet që fëmija që shukon nxan si më mirë në shkollë, perfekt, po funksionon mirë. Ra me një herë në notë. Ra me një herë në sjellje. Po janë pasojat pashmangshme. Pasojat pashmangshme edhe ndonjëherë është më mirë, është më pak keq ndoshta që të krijojnë secili një jetë të re të vete, se sa që ta vazhdojnë jetë shumë të keqe. Edhe po më krijohet Fidan ka njëherë për shtypja, për krejtën e diskutimeve që jemi të i bo, edhe këtu, në podcast, kena pas të tilla, po edhe në për media, dhe puna ju në përditshme, me njerëz, na bën me pa që zdi a mendon të njëjtë, veç unë po mendoj ka njëherë, që me krejt ka trahur që o ka ndodh, dikur duhet me përfundu po mendoj, dhe më thonë që krejt qëto raporte, krejt qëto tendenca që mujt me luftu, sidomos qiftet me njëni tjetrin, prap, po më do këtë më arë në atë përfundimin e të kalume që me thonë hej, vish pak. Le tjetë bre dikush në martes që hesht, po më doj hesht, një farforme edhe vish let hec. Se qështu, me qëtë pa përshtatje, me qëto informacionet të shumëta, unë mendoj që jemi në një tërmet, i cili ka nevoj dikur munale dhe me pushu. Se di ti që shjetu e pa, veç unë që ashtu jem të e pa. Që kjo mundalet me pushu është një që kur s'ka me ndodhur. Kur? Okej. Po e kalunja ka qenë pushim. U jën ditë rolet. Gruja ka hesht 100%? Okej, pe di që pa lidhje. Ishte fjalla për informacionet me hesht, apo... Jo informacionet, po dikush, do më thonë veç mu pozicionu rolet. Se do më thonë qatë shumë jenë përzi, po më do këtë rolet që u bo një farë katrahure. Edhe që është tu i shkaktu krejt këto probleme dhe në fëmijërinë e hershme të fëmijëve. Ama çështja është se njerëzit nuk po i njohin rolet edhe mua pa të pëlqyer, e ka thonë dikush, nuk e di, në Twitter. Thaj që problemi nis kur burri i kërkon drejtat e veta, gruaja drejtat e veta. Nuk e shohin se burri çfarë drejta do të mi dhon gruas, se gruaja çfarë drejta do të mi dhon burrit. Aha, okay. Çfarë ka drejta tjetri? Se çysh me kontribuna me pa lidhjen si kontribus. Qysh me kontribuja, qysh me thith, qysh me marë, si s'pëngjeri. Okej. Që të tash është problem. Thithja emocionale dhe njëherë që ndodh, e ki pa dhe ato ankesat dhe njëherë obe ti qithë më bënë qishtu, obe unë do ta mbës vetë, për kështë zotë të mbro, kështë gjana, janë që të thithin emocionalisht shumë. Cilin e thithin emocionalisht shumë? Ato që po thot po du me mytë vetën, apo këti? A tjetërin, për me thith e ka, këto e ka thjesht sikur një loj... Aha, okej. Viktimizimi për ma arritiko. Me e tërheqa, dhe. Okej. Edhe... Po diçka e ka shty këto me thonë. Po, nuk e di. Ajo ka dëmtohet që tash, me që të thonje. Po prakisht... Një ditë e lexoisha një jurist, thoi që për jetën e vetë që kishte profesionale, pas shumë gjykimeve të mia, shumë vendimeve të mia, e kom pa që sa vepra të njëjta ndodhin për arsye të ndryshme,
është e çuditshme. Kështu që ndonjëherë në vepër e njëjtë mirë po kanë arsye të ndryshme. Unë po Okej. flas për ato kur nuk janë shumë të vërteta, thjesht e kanë qëllimin me Okej. tërheqje emocionalisht. Kur nuk e se ka një ndonjëherë bazë ndodh që ja kanë shkësjellje. nxjerrë jetën. Okej. Normalisht që këtu Ka dallim, okej. Ka dallim. Po. mira ma ndonjëherë këshyn me thithë emocionalisht, thjesht qysh me përfitu prej tjetrit, qysh me marr prej tjetrit. Na duhet me mësu se qysh me dhonë për të tjetë, qysh me kontribu në familjen tonë për me pas një familje të shëndetshme, po jo tu i ngu influencerat, jo tu i ngu njerëz të cilët as nuk janë martuar një. Fiks. Thjesht Kom pa i shef- njerëz që mojnë edhe për më pa okej, rregull, secili funksionon. Absolutisht, respekt. Do të thonë për prindërim për secilin flasin, njeri, Po, për prindërim s'ka janë fëmijë. s'ka fëmijë. Edhe unë për vetë jam shoku kur kom dëgju se unë realisht x persona kur i kom pa tu postu për prindërim në për grupe, automatikisht më ka kriju përshtypja që o Po. prind. Po, po ti e ki pa për shembull mblidhen 3-4 vajza edhe diskutojnë se qysh duhet mos me shërby në shtëpi, se qysh na duhet me pas dhomën tonë, qysh me hin depresion kadal, qysh apo Aha. qysh me u kujdes më shumë për veten tënde, a nuk e ka idenë se qysh duhesh ti me kontribu me një familje. Okej. Se qysh duhesh ti me kontribu për burrën dhe për fëmijët tënd, ashtu siç burri duhet me kontribu për gruan dhe për fëmijët e vet. Ajo thjesht ajo është gjykim subjektiv prej pozicionit të saj. Sikur ai personi që e sheh nanën e kundërt veturës në një anë është dëmtu vetura në anën tjetër, ky e shef se perfekt është, mirë ai nuk e din se ç'është është në anën tjetër. Thjesht janë do gjëra të cilat patjetër subjektivisht duhet me u qas për me pas një gjykim më objektiv. Okej. Nëse ka kuptim çka. Po tash ç'kjo pi bjen që okej, më kujdes për familjen është shumë mirë se ç'tash jemi në një farë stadi që qatë shumë po folet për shto temat subjektive që ti e tha, për krejt grup moshave, pa dallim, se cili jep mendim, nuk dihet as kush është, dhe me thonë çfarë background i ka, profesional e para, po edhe Po shumica personal. atyre projektojnë. E ke pa, për Exactly. shumë, ajo është, më vjen keq që është ndarë, është sprovu, Fix. e kalon ai frajeri, ama nuk do të thotë që burrat ta shkatron janë të këqij. Jo, më vjen keq për përvojën tënde të keqe. Okej. Po se sa njerëz dështojnë biznes, po nuk do të thotë që S'duhet. s'ka pare për biznesit. Kështu që na tu projektu shumë shpesh kur e ka televizorin edhe shefaj ajo vajza të fol për burrat, por kështu ti e shef sakt që është të projektuar. Ti e shef sakt që është të kallzu nevojat e veta. Fix. Po është të fol për tjetrin. Po, fix, edhe që kjo është të e bo problematike. Për shkak se, për qëto edhe pikërisht, për që të arsye që ti e tha të projektimit, deshta me bo prezantimin të backgroundit ton profesional. Për shkak se me dit njerëz që përvojat personale nuk vinë këto. Nëse unë jam psikologe, unë nuk muj me ndal me një mendim tjetës teme personale ose fidani tjetës vetë personale. Për shkak se unë muj me gabu. Po. Edhe auto unë duhet me kur foli, mu bazu diku, jo me fol prej përvojës teme që mundet më konë jo e mirë, ose më sytë e me mu doke mirë, po për dikon tjetër mundet me Po, dëmtu një funksionim Ti mujtesh me pas një përvojë të mirë, po dikush tjetër mund të thosë më të mirë një përvojë. fix. Nuk do të thotë që ne jemi Po, e që kjo është shembulli në problemi. kuptimin kur dalim këto. Po, Ne mund të flasim për se qysh kanë thënë teoricianët, qysh i kena pa rastet kur kanë ardhur pacienta, qysh kanë ardhur rastet për kur shërbime prej nesh. Po se qysh kur unë ha mëngjes, kur unë ha drek, shumë është e parancishme mirë për njerëzve interesojnë çdo tema. po, Që fix. kur të pëlqen me ongër mëngjes, unë zakonisht mëngjesin kuj duhet më interesu çka nëse han çat mëngjes. Çka bëhet? Jo, bot aty Fidan, se ka shumë klikime. Ti del një titull bombastik, kur e han qysh e han mëngjesin x personi 3 pikë pyetje dhe të krijohet përshtypja që aty mëngjes jo diçka që çdo ditë krejt e bojnë. Chomsky nëse zgaboj ka thënë nuk është lajm që një njeri, një qen ka fshu një njeri. Lajm është kur ai njeri ka fshu qenin. Ne kemi nevojë për kështu njerëz që ka fshujnë qen. Për me jap lajme. Views. Po, realisht që to, pëndoj viewsat e klikimet e kanë pru gjendjen qëtu.
njerëz me dalë dhe me projektu. Ka njerë mu më krijohet një përshtypje, sidomos me këta që dalin me mikrofona në shesh. Nuk e di kush më tha një ditë një kolege, tha, në vend se ta që ata qytetar me kapë dhe me shku në seanca psikologjike, dalin e shprehen para mikrofonit. Atë do më thonë, njeri ka nevojë me fol, mi nda përvojat e veta jo të mira, që secili mundemi me i pas, po nuk është vendi i duhur. Po. E kena po tash median ashtu për mi qitë disa exit. Po, E shefti ajo është ka një përvojt kjetë që pastaj diskuton për se si ka kalun të kaluar. po, fix. Thjesht ose thot unë jetoj kështu, unë bëj kështu. Thjesht po edhe nuk janë të vërteta. Këto reklamat më kujtohet një dikush e kishte reklamu një gjë, një produkt. Edhe mas një kohë, kur e takova thash, apo çat produktin që përdor në vjet. Okay. Thash, një me po ka qatë efekta? Po për zotin tha, kur tha se kum përdor. Po tha kot, thash di pse unë djejtë që ashtu me thonë edhe thash. Dhe thash se më kanë shkruajtur ata të kompanisë se sa ju kishit produkti, sa influencer ka shumë views. Na mendojmë që ata që ashtu po... Shumë e dhimbshme që definitivisht. Shumë... Për gjeneratat e reja mendoj Fidan që është një periudhë shumë sfiduese me jetu. Sot mu zhvillu. Do me thonë se okej, kur arrin një mosh, për shembull mosha 40 që llogaritet mosha mesme, kur njeriu e arrin një farë pjekurie edhe kalon në një stad tjetër, mirë po mosha e re, adoleshenca, 25, është mendoj sot shumë sfiduese. Duhet me pas bajagini bagazh të fëmirisë së hershme që më arrit me mbjetu edhe më konë okej me veten. Mu pëlqen një thënje që shumë shpesh e përmendet në trajnime kur lexoj e Omerit, radiallahu. Thot, Po. Edukimin e fëmijës ndajen 3 shtata. Shtatën e parë lëret jetë fëmijë. 7 vite. 7 vitet e para lëret jetë fëmijë. 7 vitet e dyta edukoje. E 7 vitet e treta bënu shok me to. Okej. Edhe thot pastaj lëshoje. Se me lejnë e Zotit ai nuk devion. Nëse i ka ndjek shëndetshëm që të 3 shtata. Shtatën e parë, për një me, edhe në që të diskutime tona krejt edukimi i sillet, qoftë psikologët kanë pajtohen me këtë, Gjithmonë do dalim çati. qoftë edukimi, krejt pajtohen me që ndarjen e 3 shtatave. Shtatën e parë lënë me të jetë fëmijë. Ti je prezant, mirë, po mos e ngarko me angazhime. Shtatën e dytë fillo me eduku. Kjo është e mirë, kjo është e keqe. Kështu mësohet, kështu s'mësohet. Kështu duhet vepruar, kështu s'duhet vepruar. Me ja zhvillu atë pjesën e gjykimit të mirë dhe të keqes. Edhe pastaj kur i bën 14 vjeç bashkë kur fëmijët fillojnë me ndryshu shoqërinë. Kur fëmijët fillojnë me pas Victor Hugo, te ai libri Punëtorët e detit më pat po shumë përshtypje kur thotë që e përshkruan një vajzë, thotë ishte në adoleshencë, gjendja mes 2 muzgjeve, kur lind një grua dhe perëndon një vajzë. Okej, sa Është ajo shumë e bukur. Po ajo ndër si simbios, po njëra shuhet, njëra ngritet, bashkohen po lind edhe perëndon. Kështu që është bashkë që kjo mosha kur fëmija ka nevojë për një shok, më bëhet ti shoku i tij. Okej. Se ndodh që prindërit thonë ai spongojnë fëmijët. 15 vjeç, 16 spongojnë. Qysh pse spongojnë? Fëmija në moshë në adoleshencë nuk ka nevojë me të ngu. Ka nevojë mundi të gjumë. Ka nevojë të me ngu ata. Që është shumë e mirë. Në atë kohë kur fillon të pas ndryshime hormonale, ndryshime fiziologjike, ka nevojë mundi të gjumë. E jo mi thonë, s'kam vakt, jam nervoz për veti. Tash në që të mosh fëmijët nuk preferojnë më me dalë në dhomë ku janë njerëzit, po preferojnë me ndejtë në dhomë në veti. I kanë shokët virtual? I kanë shokët virtual, po dhe kanë, nuk ndjen të kuptum. Edhe që ka i bën me ikë, Po. mu distancu komplet. Po, është sigur ti e bot tjetër, unë jam bot tjetër. Edhe nuk ndjemi kuptum. Kjo mos më ndjej kuptum është shumë e rëndë për fëmijët, se
nuk kanë as duan mu bë burra vet, duan mu bë gra vet, se nuk ka kush i kupton, nuk i din kush. Sot shumë pak baba me djalin folin për ndryshimet seksuale që ndodhin te fëmia, edhe nanat. Dhe që vajzat kur i kanë ciklin për herë të parë kështu, çuditë nuk e kuptojnë çfarë është ndodhur me to. Ndërkohë që ato kanë informacione shpeshherë, po kanë informacione të influencerave, të propaganduesve. Po nuk kanë informacione tamam që nana duhet më ia dhënë fëmijës. Okej. Çfarë moshe po mendon Fidan që duhet mi diskutu prindërit që të pjesën e, domethënë, ndryshimeve seksuale të fëmijët, për shkak se fëmijët atë kurreshtjen e kanë për një moshe të vogël, që shumë kom lind. Të ndryshimet fiziologjike seksuale normalisht unë thash pjesën e edukimit 7-14, që kjo është një periudhë shumë e rëndësishme që fëmija duhet më eduku. Okej, edhe çto hyn edhe ç'kjo mundet me hyj edhe ç'kjo, okej. Pastaj, prej 14 tutje, ti vesh prit frute që ke mbjellur dhe thash. Mundesh me ujit, mirë po mos prit që fëmija me... Ti i thua dhe ai thot po, gjithmonë. Absolutisht. Për shembull, një psikiatër thoshte gjëja e vetme që mund me përfitu fëmija prej dënimit është me mësu se çysh me ikë prej dënimit. Për shembull, prindi, a ki po 14 vjeç, 15 vjeç, mos e pi duhanin, mos gabon pi duhanin. Mendon që fëmija s'ka me pi duhanin pse i thot prindi jo? Shumë rrallë ndodh. Mos ta masni, s'ndodh. Sidomos që e pen vet prindi. Bile, une në shkollë kur e shoh që shpesh shef që fëmijët po pin duhan atë. Po. Edhe jo ndoshta brenda objektit, jashtë objektit, po atë shqetësohen prindërit ndonjëherë. Prindit më thonë sot djali po pik alkool, po normal që atë duket sigur në rregull. Më thonë që po pi duhan të lun. Po, okej, po mendon që mirët alkooli ma shumë më normal se duhani. Edhe unë nuk jam për me pa jo normal duhanin. Nuk jam për me thonë as halal, as asgjë. Është edhe çaj prindi që thot ta pres gjuhën më të pa të pi ti duhan, nëse e pe thu kur e ke pi ti duhanin për i kur për klasës 6. Dhe plot për njerëzve e nisin si fëmijë duhanin. Okej. Nuk po them që duhet më pi, as është mirë, as është pa shëndetshëm. Qartë. Mira, nuk duhet na më e pa sigur. Nisan që ti Alkooli është shumë sjell këqija më të mëdha se duhani. Në qartë. Marijuana shumë më shumë sjell këqija se sa duhani. Njerë thash një prindit, po më duket po ma pi duhanin fëmija, thash duhanin bleja vetë, mos të pije diçka tjetër. Po dhe se tash, kur po kalot një stad, po vjen stadi tjetër që ti po duhesh me shikuat në diçka më të keqe që po ndodh realisht. Realisht prindrit që shqetësohen për duhanin nuk shqetësohen për gjëra shumë më të mëdha. I ka po fëmija kit nisha në shkollë, është problematik një madhe, ngelafçe të gjitha. Po ma pe duhanin. Fidan, më ka njoftu që kohën e kemi përfundu, unë u ndjeva shumë e lirë me bashkë bisedu edhe me dalë prej atij rolit pyetje përgjigje që ka njëherë për mua është e mundimshme. Po faleminderit shumë për kohën. Faleminderit. Mirupafshim në episodin e radhës.